që kemi ka filluar, Klaudia, po me mungesat që kemi nuk është e konsiderueshme, nuk është e konsiderueshme. Po qëndrimi i tyre pastaj sa stabël është? Se nga informacioni që kam unë të paktën për raste konkrete nuk janë afatgjata, 1 vit edhe pastaj. Tani kontraktat me sa di unë lidhen kështu 1 vjeçare, 2 vjeçare, por janë me të drejtë rinovimi. Postet e larta janë të qëndrueshëm, janë afatgjata. Por janë shumë më të rralla, krahasuar me çfarë kërkohet në treg. Domethënë, se nuk kërkohet vetëm CEO, kërkohen hedet e staf të qëndrueshëm, menaxher, drejtuesit e departamenteve, por edhe specialistët e ndryshëm. Domethënë, dhe nuk i mbulojmë dot me këto. Të sicim domethënë këtë kategori nga Europa, për ne është e pa diskutueshme që jo, po mendon se nuk është niveli pagave në aq sa duhet, jo vetëm paga. S'është vetëm paga. Ai do bie fëmijë këtu ku ta shkollojmë. Në qoftë se ti do ta mbash 5 vjet, 10 vjet. Edhe për karrierën, edhe qëndrueshmëria, por siguria edhe aspekti social mendoj. Siguria, standardi i jetesës, siguria e jetesës, shëndetësia, arsimimi, të gjitha këto nuk kemi. Domethënë ata po qëndrojnë tani këtu janë heroj. Klaudia, që edhe këto që ta alma që vjen. Po. Pyetja ime është shumë e thjeshtë, se ja kam thënë, më thonë ne kemi kompani kështu sepse e sollëm CEO, që është bërë kjo CEO, tani. Po. E famshme. Administratorin drejtorin ekzekutiv. Ne, se drejtorin ekzekutiv e sollëm në ajo. Mire tash e të bëjë pyetje. Qa përfituat ju nga kulturë e punës ati? Ajo kështu tha se a jeri të rëzyrë. Problemi është që qa përfitojnë. Madje ato sillin shumë rrisje me vete në performancën, sepse nuk njohin edhe mentalitetin. Ata vinë të një mentalitet shqiptar. E ke pasur, dorin e kemi tajnë do të apim një gjysmore një kafere. A i se le gjysmore të pish një kafe. As një ore gjysëm që të mereshti me mua bet duke ngrën buke e tjere. Dhe ndërkohë i fuqishme e kompanisë. Dhe ti s'ke qëndrueshmëri në staf. Unë doqa para atje dhe që gjithmonë kemi bërtitur, kemi folur bashkë, bet disa herë edhe në këtë studio dhe në tjera. Ora, mu të më thot njeri mua, pse s'plet më njeri për arsim profesional? Vazhdon. Kush do të na i sjellin, shkollat vazhdojnë dhe nuk kanë prurjet që ne duam, sepse ti vazhdojnë të thonë shoqatat që merren me turizmin, ne kemi tmerrësisht nevojë për menaxher, recepcionist, guzhinjer, dhe ne nuk po rregullojmë politika. Sepse po të jap 2 shembuj, unë nuk jam një ekonomist, po them 2 rrugë që kam parë diku. E para, në Kosovë ka një rregull që ti të hapësh një biznes, 80% atyre duhet të kenë mbaruar atë shkollë. Ti këtu merr hallën se gatuante për kooperativën dhe e vë guzhonjere. Po nuk ka meritokraci edhe në pozicione kyçe, jo gjithmonë. Dhe e dyta alma për ta mbaruar, ke Greqinë. Mbylle. Këtë e sap me Greqinë, si e ka Greqia. Të merr 6 muaj aty dhe të jep një asistent dhe të mban punëtor të përjeshëm, se tash të përjeshëm ndjes. Dhe përveç kësaj, ti ke rrogën e 13, ke rrogën që jepet për Krishtlindje dhe një rrogë e gjysmë që jepet për Pashkë. Dhe ai, me të gjitha siguracionet dhe këto, ka një interes shumë të madh, sepse e di që në një periudhë të caktuar ku atje u paguat ushqimi e tjerë dhe grekëve që janë vetë vendas, dhe ai thotë, dakord, unë po iki nga ishulli me një shumë X në xhep dhe vazhdoj të jem një punonjës, por ai kualifikohet, ko paskohet. Ti nuk e kualifikon, as seminare nuk bën asnjë gjë. Pra kjo është që them unë që mund të gjendë, prandaj thash, konstatimi i zotit Seko është i drejtë. Mua më duhen në rrugë dhe këtu duhet ulen profesionistë. Për këtë diskutojmë në pjesën e dytë të programit. Shkojmë tani në publicitet, rikthehemi pas pak.